popullin ton, ka thonë Allahi, kështu ka thonë Allahi ashtu. Në qoftë se nuk e di, nuk e ki lexuar Kur'anin e Kerim, mos thuaj ka thonë Allahi. Thoni Allahi s'ja fal. Filani Allahi ka me ja fal. Filani direkt Allahu ka me të fol shqip. Ka me të thonë oti filan. I pata që ka çvet, çka bone. Oti filan ta dhash punën, çka bone. Oti filan ta dhash pasurinë, çka bone. Ta dhash netin, çka bone. Ishe i ri, çka bone. U bone plak, çka bone. Ishe njeri me pasuri, çka bone. Ishe fukara, çka bone. Ishe i shëndosh, çka bone. Ishe i smut, çka bone. Këtë ka me t'i dhonë. Edhe kur ke ecën kohë me 19 autobusin, edhe kur e ki ble Audien edhe ki menu se s'ka me ti, edhe atë ka me ta. Ki me prit ditën e kiametit veç për më u thirë të Allahu 50.000 vjetë. Subhanallah. Shpesh popullin ton ka thonë Allahi, kështu ka thonë Allahi ashtu. Njeri do të mirët në llogari për çdo fjalë që e thot. Ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ishin dy shokë. Njeriu është në fejen e shokit vet. Ne të shikoje çdo kush prej juve ka në shoqëron. S'ke dhe atë snafin, domaçinin, s'ke dhe atë i cili është besnik, i cili është trip, i cili nuk rejn, nuk mashtron, nuk tradhton. Por njoni tha ishte fetar, i përkushtuar në ibadet, i cili me precizitet të madh ja jep ke kohën adhurimit. Ndërsa ai tjetri punëtor, i rëndom, shkon falet, po të njerës falet. Shkon i ban do sende, dhe njëherë edhe ban dhe një gjuna. Tha i tha i njeriu i mirë, tha Allahu ty s'ka me ta falë. Këto janë punë shumë me rizik të madh xhamat jem. Kjo është punë që diagnozën e ka beter kancerit. Me i pas 20 kancera në trup, është ma e lehtë se sa me e pas që këtë smuje në shpirt. Pse këshirni se çka ndodh. Allahu Gjelle Gjelaluhu tha on ati ja faala, e ti tha ti shkatrova këtë punë. Ju përshëndes xhamati jam i kësaj xhamie të bukur, me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, me të cilën përshëndeten me laqet në qiell, besimtarët në tokë, xhenetlit në xhennet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, mirësit e Zotit qofshin mbi ju, mbi ne dhe mbi gjithë besimtarët katëran të botës. Allahumma amin. Para se të filloj në ligjeratën e gjumas, shpesh e kemi thonë se është një çast, është një moment në ditën e gjuma ku Allahu nuk i refuzon lutjet e besimtarëve. Dhe ne nuk e dim, po e lutim Allahun që ta godasmi çat çast dhe t'i drejtohemi Allahut që Allahu rinien tonë në Islam të udhëzon. Pleqve tonë t'i jep ymër gjatë, shëndet plot. Të smuntit në për spitale, Zoti t'i shëron. Të burgosurit pa fajshëm, Zoti t'i liron. Të i dhërumt, me zvete t'i pajton. Gjunahet tona, afe makfiret në i banë. Dhe atë që e kërkojmë më së shumti kënaqësinë e Allahut, rizan e Zotit, nasip në i ban ya Rabbi. Të dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është irneki më i mirë për neve, dhe irnek që i kanë marrë lakmi këtë pejgamberet e Allahut, krejt njerëzit të cilët e kanë njoft shpalljen e Zotit në librat e përparshme, e kanë ditë se irneki më i mirë për njerëzien është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne duhet vazhdimisht ta lexojmë jetën e vet, vazhdimisht ta studiojmë veprimtarinë e tij, vazhdimisht të nxjerrmi mësime nga ajo që ka kallëzu, nga ajo që na ka interpretu, nga ajo që na ka mësu, nga ajo që ai ka qenë shembulltira më e mirë për ta pasur si duhet të jetë ai i cili vrapon dhe garon për ta fituar xhenetin e Allahut xhaleshanu ve xhelal. Ai kishte tradit xhamot jem kur e falke namazin, pasi e falke namazin, para apo mas namazit, u ulte me shokët e vet. U ulte me ata që e shoqërojshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Nuk ka pejgamberi Allahut që ka ardhur në rrezullin e toksor, ka ardhur viç vet. Patjetër të ketë dikan, patjetër ta shoqëron dikush. Kanë ardhur pejgamber të përparshëm, kanë pas havarijin, ndërsa Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka pas sahabe. Sahabe i thojnë shokëve, shoqëruesve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. U ulshin gjithmonë xhami dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam ose e pyette dikan diçka dhe pastaj u çelte biseda, ashtu si e bojnë, si e kanë bon, se tashmo ka fillu me u hup ajo oda e burrave. Kanë hi burrat e mençëm janë ul mrena dhe e kanë qelë një bisedë. E kanë qenë një muhabet, dikush e ka parashtruar ndaj pyetje profesorit, hoxhës, plakit katunit, njerin e mençëm, e kanë vetë dhe u ka qelë biseda. Tash nuk po ka më bisedë. Tash më nuk ka muhabet. Na përoda bëhet muhabeti Twitterit, na përoda bëhet muhabeti Instagramit, Facebookit, na përoda bëhet muhabeti i thashëthanmeve, nuk ka më muhabet i dobishëm që jo konë. Përpara odat e burrave kanë qenë parlament. Odat e burrave janë qenë klasa të mësimit. Odat e burrave kanë qenë vende të eksperimenteve me domethënie të mëdha që kanë të bëjnë me interesin e popullit, me interesin e vatanit, me interesin e vlerave kombëtare dhe fetare kështu me radhë. Sot nuk ka më ajo. Tash kur ta vetish triun çka don, minëherë sa i kanë në vetë thot ta gjej thot një femën të mirë, të martona, ama para asaj ta blej thot një kerë dhe një banes. E vogël thot një garsonjerk. Garsonjerk i thënë një sobë dhe kur gjoj hiç. Çse ne i thon banes, garsonjerk, një sobë dhe kur gjoj hiç. Mos kish ku të cillësh, pse e dojnë të jena thot viç vet. Mos na vere kërkosh, mos ti shkojna kërkoj. Po jo bre, bereqeti Allahut, të mirat e Zotit janë kur ulen muslimanët mes veti, kur shkojnë dikush te dikush, ai kur vere te ki. Kështu zbret rizaja e Zotit dhe mirësitë Allahu xhaleshanu ve xhalal. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, atë të cilën e kanë bërë prindërit ton, gjysh ton, të parët ton, kur u ulte e çelte një bisedë të mirë. Ose fillonte me një pyetje që ai e parashtronte, ose një pyetje që vinte nga ato të pranishmit, edhe u çelke një bisedë e dobishme. Pastaj sahabët e ndëgjojshin atë çka e tregon, e spjegon pejgamberi alayhis salam dhe e kanë memorizu, pastaj e kanë shenu dietarët, na i kanë përcjell neve dhe thojnë hadisi pejgamberit alayhis salam. Thojnë o xhallare, thojnë njerëzit e mëshëm, ka thonë pejgamberi alayhis salam me një hadis. Çka do të thonë hadis? Në realitet është hadith, është thënie profetike, ndërsa pejgamberi alayhis salam këtë fjalët e veta i ka pas hadith. Po e transmeton këtë rast, po na i përcjell neve shoku i vet që e ka emrin Ebu Hurajra. Thot ulëm, edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si e pat tradit me na dhon mësim, me na tregu diçka, që tash keni ardhur ju në xhumo, unë po tregoj diçka. Edhe ka pi juve dikush ka lund me sahat, ka dikush që i ka mend të dhent, ka dikush që i ka mend të dyqani, ka dikush që i ka mend krava kërkon, edhe ka dikush ka ngon. Edhe ai që ngon mëson. Kur të vish në xhami, apo të shkosh me një mexhlis, apo të shkosh me një tubim, go. Në qoftë se i e prej ative që duhesh me marr mësim, në qoftë se i e prej ative që duhesh mu kallëzu, mate fjalën mirë. Mate fjalën mirë, llafin mate mirë, se njeriu nuk lidhet me kërpesh. Buri lidhet për fjale. Kujdese çfarë fjale e thu. Për çat dietarët e përparshëm kur kanë thonë Islami ka 6 shtilla, këtë janë revoltu, kanë thonë çish more feja islame po thot 5, shahadeti, namazi, zekati, agjërimi dhe haxhi, ka i duli 6, ka thonë i 6 kur të ulesh dikun ta dish çka duhesh me thonë. Kjo shtylla, shtyllë e fejes islame ta njofish veten. Mos folish laf pa laf, mos folish sende budallakia, po e kallzoj unë një vic ku pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, ai i cili kallzon diçka pe këtive trillimeve dhe rrenave, vicave që i kallzojnë për muhabete, thot e kallzon ka me fitu me çata rren që ti shtije njerëzit me kesh, ka me fitu venin e vet në xhenem. Allah i na ruajt. Mate lafin, mate bisedën çka do folish ose ndëgjo.
Pse Allahu i ka dhënë njeriu një gojë dhe ja ka dhënë dy vesh? Analizo. Për më shumë me ndëgju, më pak me fol. Kur i ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam shokëve të vet, njeri do të mirët në llogari për çdo fjalë që e thot. Muadh ibn Jabali ka thonë, ja Rasulullah, aw nahnu la mu'akhadhuna bima naqul? Thot, a për çdo fjalë që kena me e thon, kena me u marr në pyetje para Allahit? Tha, thaqilatka ummuka ya Muadh. Tha, mos të kish lind nana, të kish ranu nana, që do me thonë shumë ran, e ki thonë një fjalë o Muadh. Thot, edhe në ditën e kiametit, a nuk do të gjuhën njerëzit në zjarin e xhenemit për shkak të asaj që kanë fol laf pa laf? Dëgjo, ma shumë se sa që flet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi me fol, sahabët u koncentrun. Ja dhan pejgamberit alaihi salam shpirtin, trunin edhe trupin me gjithë ndëgjimin komplet, ta shohin shka ka me kallzu. Shka kallzoi Resulul Kerimi alaihi salatu wasalami? Tha, në një kohë para kohërave që keni ardhur ju, në një ummet para neve. Tha, kanë qenë dy shok. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, ishin dy shok. O musliman, o vëllezër, o ju të cilët e keni pranuar Allahun për Zot, shumë është me rëndësi ta zgjedhësh shokin tan. Tepër është me rëndësi ta zgjedhësh se kanë shoqëron. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, njeriu është në fejen e shokit vet. Ne të shikoje çdo kush prej juve kanë shoqëron. Në qofë se rinë me hajdut, që ki mu bo hajdut. Në qofë se rinë me alkoholiqar, kanë me të ngjit alkoholin. Në qofë se rinë me atë të cilin rejnë ki mu ndiku prej rejnave të ati, ki mu bo edhe tira në vec. Zgedhe njerin e ndershëm, zgedhe atë e snafin domakinin, zgedhe atë i cili është besnik, i cili është trim, i cili nuk rejnë, nuk mashtron, nuk trafton. Pejgamberi alayhi salatu vesselam tha, dy shok, por njoni tha ishte fetar, i përkushtuar në ibadet, i cili me precizitet të madh ja ipke kohën adhurimit. Dërsa i tjetri, punëtor, i rëndomt, shkon falet, po dë njerës falet. Shkon i bandosende, dë njëherë edhe bandë një gjuna. Shkon i bandosende, pastaj pendohet, shkon i bando gjunahe, prap pendohet, e kështu me radh, dërsa ki i miri, tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, vazhdimisht i shkojke për mikrije. Edhe i theke, hej, shkoj të muti, hej, shkoj të muti, gabi me ki ket, gabi, vazhdimisht ta për mikrije. Ki i theke, da'ni wa rabbi, lenëm be mu me zëtin tem, kjo është mes mu mes Allah i tem, mësum kut, mësum këce për mikrije, lenëm, ban sabër, e di unë e punën teme, a i prapë thëke, teri sa erdh në një pozicion. Ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kale rajul, tha i tha i njeri ju i mirë, wallahi, la yaghfirullahu lek, tha Allahu ty s'ka me ta falë. Subhanallah, pse e thamu në këtë, pse shtash kjo temë, pse shtash ky spjegim, pse shtash ky hadisi pejgamberit alayhis salam, pse shtash me e përcjell që këtë temë o hoq, po ndëgjojmë, njerëzi vinë dhe thojnë, filoni është xhenemli. Subhanallah. Filoni ko me hinë xhennet. Filoni, Allah i s'ja falë. Filoni, Allah i ko me ja falë. Filoni, këto janë punë shumë me rizik të madhë gjëmot jemë. Kjo është punë që diagnozën e ka beter kancerit. Me i pas 20 kancera në trup, është ma e letë se sa me e pas që këtë smuje në shpirt. Pse? Këshirë se që ka ndodhë. Allahu Gjelle Gjelaluhu e dërgoj melekul mautin. Këto nuk janë trillime, këto nuk janë pralla, këto nuk janë masale me shtiti kanë gjumë, po këto janë ngjarje të cilët kanë ndodhë dhe janë interpretu nga goja ati i cili kur s'ka rejt, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E ka lavdru dhe e ka dhënë garancën për besnikrien dhe pastërtien e atir, Allahu Gjelle Gjelaluhu mbi 7 kaqeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu ja dërgoj melekul mautin, Azrailin. Edhe ja u mur shpirtrat të dive, edhe këti. Dhe i nxeri para vetës. Kur i nxeri para vetës, e veti tha, pse ti bëjsh gjuna?
Kome në nëzirë Allahu ketëve neve, bura, graf, mit, mëdoj, pasanike, fukarat, s'mund të shëndosh, dishëm, pa dishëm, të mëdoj edhe të vogël edhe në këtë kategoriat kome në nëzirë Allahu një nga një para vetës. Edhe kome në vetë, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma minkum ahad, nuk ka tha prej juve askush, illa se ju kellimuhullah, vetë se tha kome i folë Allahu në ditën e kiametit. Lejse bejnehu wa bejnë Allahi turgjuman. Nuk ka me pas nërmet Allahut edhe këti personit, pi neve kush dhe jetë, s'ka me pas turgjuman, me përkthi apo me hi edhe me komentu fjartë. Direkt Allahu ka me të folë shqip, ka me të tonë, o ti filan, i pata që ka gjvetë, shka bone. O ti filan të adash punën, shka bone. O ti filan të adash pasurien, shka bone. Të adash netin, shka bone. Ishe i ri, shka bone. U bone plak, shka bone. Ishe njeri me pasuri, shka bone. Ishe fukara, shka bone. Ishe i shëndosh, shka bone. Ishe i smut, shka bone. Ketë ka me t'i dhonë. Edhe kur ke esë në kom me 19 autobusin, edhe kur e ki ble Audien edhe ki menu se s'ka me ti, edhe atë ka me t'a vetë. Edhe kur e ki sofrën e mosht, edhe kur e ki sofrën e shpra, edhe atë ka me ta vetë. Edhe kur i e kon beqar, edhe kur i e martu, edhe ato sene që ka i kipon shef, kur i e kon mrena në sopë, s'ka pa kërkush, i e kon kancelarist, s'ka pa kërkush, kejtë ka me t'i vetë. Nja ka nja. S'ka, po sështu gutë Allah, atje më nuk eksiston sahati. Kina prit 3 sahat, kina prit 3 dit, 4 dit, kime prit. Kime prit, po pretna për shaltera për një fiskalna, po pretna për shaltera për një virman në pagesë bankës, për një kujdune pagesë tjesht, kime prit ditën e kiametit, veç për më uthirë të Allahu 50.000 vjetë. Subhanallah. 50.000 vjetë, 60 vetë, kur ta vetë ishtë plakin sa ki jetu, me të kalzu une ti e sa kom jetu, sha kom pa une po t'i zbardhësh. Po 50.000 vetë, kur qëndrësh për Allah, si ki mu zbardhë, o Zot në ru, ja Rabbel Alemin. Na e lusim Allah me rahmetin e vetë, ja Rabbel Alemin. Allahu ka me na fol krejtve një nga një. Edhe këtë di, Zoti Gjelle Gjelalu i qiti para vetës. Edhe i tha, o ti filan, pse bojshe gabime? Tha, o Zot, as një herë që këm bo gabim, ti e di tha mas mirë, ti tha, e që nuk këm kakaj zemra, nuk e këm bo gjunojnë se këm dasht, ta baj gjunojnë, dhe një herë bin gabim. Për qatë, ka zbrit një Kurani Kerim një ajet, të amen e Rasulin që na e dim si ajet, ka thonë, Rabbena la tu akhidhna in nësina, au akhtana. O Zot, mos në imban, mos në zet për të madhe, në qovë se harojmë, apo gabojmë pa dashje. Njeriu është biri Ademit, është gabimtar, dhe njerë pa dashje. Ki dal për dere, ka kalu dishka ki këshirë, ki një dishka pa dashje, ki pa dishka pa dashje, dhe një herë ka shku dishka pa dashje. O Zot, po gjithmonë e di se unë e kam u këthit të ti edhe gjithmonë e kom pas dëshirë që ti të ma falish. Tha ti, tha Allah, tha unë e jam konë, tha gjithmonë një badet. Allah, gjithmonë asi, kom bon në vakt, i kom bo këtë senet, jam rujt për aramit, jam rujt këtë, jam rujt atë. Po tha, qfar të boni që ti të përziesh në punën teme? Subhanallah. Qfar të shtini që ti të përziesh në punën teme? Tha, atia i cili fala po unë. E uli kokën njeriu. Tha, unë atia fala, e ti tha ti shkatrova këtë punë. Subhanallah. Këtë punë të ti bona plohën edhe hi. Kini kujdes o njerës. Kini kujdes o vlezër. Kini kujdes o musliman. Mos folni për sende që ka të boje me Allahun. Shpesh në popullin ton ka thonë Allahi, kështu ka thonë Allahi ashtu. Në qoftë se nuk e di, nuk e ki lexuar Kurani Kerim, mos thuj ka thonë Allahi. E kom dëgju filan fistekin kërkunat në dëgjimin, 5 minuta e ka ni, 25 minuta se ka ni, ajt kalzën ders. Ajt kalzën nasihat. Hinë mrena në mejlis, sigur bagera ish, kreç shka të gjeje para e merë. Jo dhe shumë rëzik është mu përzim pun të Allahit. Ska kjarë, tha pa u bon kjo. Në garancën pika e ki, atë shka ka me ndodh, ajo shka ka me qëllu, ajo shka ka me suka mu qëllu, është punë e Allahit, mos hinë në vendin kuse ki ti vendin ati. Po pleqët e tonë, të partë tonë kanë thonë mos e shti hunën kuse ka vendin. Mos fol për sende që kanë të bëjnë me Allah. Tha, o robi jem,
krejt veprat e tua ti kam shkatru. Mos volti kush do hijen në xhenet e kush do hijen në xhenem. Kush ka me marrë shefatin e pika, lutu të inshallah Allah na shtin xhenet. Inshallah Allah na ruan pi xhenemit. Inshallah filonin nuk e shti Allah në xhenem. Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha shembulli jem, se edhe shembujt me juve është si njeri që e ka kallë një zjarr. Edhe mas zjarrit tha ngarenin tha ato bletat, ngarenin tha ato flutrat, ngarenin insektat, tha unë i largoj se kanë mu gjeg në zjarr. Unë i largoj, dëshira dhe vullneti jon duhet tjetë që na mos t'hin njerëzit xhene. Tash po dalin disa njerëzit thot filoni o qafir, ne udhu billah. Filoni thot nuk o musliman, filoni o munafik tha me vull me nënshkrim. Po ku po e dimore ti? Ku po e dimore o i shkret, o dardalec? Çka merr vesh ti s'merr vesh 2+2 sabojnë, ki met mu përzim punë të Allahita. Ti ki met mu përzim punë të madhit Zot Gjelle Gjelalua. Por rrimëre se me 18 bandera në ditarin e notave kisot shkollën e fillore, s'ki shku hiq të mesme, t'ka me t'hallijot ti mu përzim punë të Allahu Gjelleshani. Djetartë, prej kësaj që e tregoj pejgamberi alayhi salatu vesselam, shka thanë, nxerëm si. Tha ky njeri i kishte 3 cilësi shumë të këqija, që ki që u falke, që ki që u lutte. Mojni men xhamat, momentin që shejtanit vere dhe t'ju mashtroje, t'ju godase me që këto shigjeta të këqija, mbrojuni. E para, tha, el ujbu bi ameli, me thonë se mashallah s'ka me mu, i kam punë shumë dizet. Kër e vetin t'i kam qëshije, shumë fort, unë e shkoj mas asaj, unë e zbaj ketë, unë e kështu, unë e ashtu. Kur mos u lavdëro me punën tënde, kur hiq, ke para. E dita, ta'addi ala haqqillahi Jalla wa ala. Kur mos u përzin në punë të Allahu Jalla Jalalu. Kur hiq. A bëhet, inshallah, shpresojmë që dhe bëhet. A mrijet, si t'ka thonë Zoti, mrijet. Po, a përfundohet, si t'ka thonë Allahu, përfundohet. Lene ketë të Zoti. Se Allahu në Kurani Kerim surën Kaf ka thonë, wa ma tashauna illa an yasha Allah. Tha nuk bëhet si e dojni ju, po bëhet si e donë Allahu. Idha arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. Kur donë Allahu me u bë diçka veç i thot bëj ajo bëhet. Nuk ka fuqi që ka qëndron para Allahut. Mbështete punën tënde, sakrificën tënde, këtë kontributin tënd te Allahu xhaleshanu dhe asesi mos u mbështet në aftësitë tua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëi një dua, tha: O Allah, la tekilna ila anfusina tarfata aynin wala aqall min dhalik. O Zota, mos na mbështet neve në çato punë që i bëjna në aftësitë tona, sa kur me livrit sinin edhe me mshil, bile edhe ma pak. Hiç mos u mbështet. Shtetu të Allahu Gjelle Gjelaluhu, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allahu i don ato që i mbështeten, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe e treta, su'u dhanni billah. E treta thënë djetarët, ki njeriu i cili u lutë të bëjke punë të mira, Allahu ja boni hi, tha e kishte një cilësi të tretë të gabume, tha mendon të keq për Allah. Si është me mendu keq për Allah? Me akufizu kufit Allahut. Allah i tis të falë, Allah i tis të, Allah i tis të furnizon, Allah i tis të udhëzon, Allah i tis të dreton, Allah i tis të mëshiron, Allah i tis të nuk shtin gjenet. Ku e di mërë ti? Ku e di ti? Ku e di ti? A ki i ta kontrollojsh fuqinë Allahu Gjelle Gjelalu? Këto ishin 3 sendet e ati që Allahu ja prishi punë të mira. Ndërsa ati që Allahu ja fali kusure cëllët ishin e para, gjithmonë kër e ka mashtru shejtani, a ju ka këthita Allahu ka lip pendim. Qërni, pin sabah, kur të shomi nan sabah, bismillah, pin sabah filloj me gjunaha. E ki falë sabajnë se ki falë sabajnë. Ti e di, mos ma kalëzo mua këtë punë. Kër e qunë sabaj e ki njës ditën me bismillah, me thonë duan e pejgamberit a.s. Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Falënderimi i takon Allahut i cili na ringjalli pasi që na i mur shpirtin. Se njeriu kur bë me flet, Allah ja merr shpirtin. Pastaj Allahu thot kuj na dojna ja kthejna, trazohet pi xhumit. Tja e thove këtë? Se tha.
Kur u qove në sabah, a shkove me kontrolu nanën babën si janë? A i këshire fëmijët që janë? A i këshire sendet apo mini herë janë nise nga rejni mas dunjojës të mri punën, të mri atë, të mri këtë jo? A e ki dertë sot sabahin, a e ki falë në gjami? A e ki dertë sot se namazet a i ki bon këtë në kohë? Na gjdo dit, pis sabahit, hajmë autogolla. Autogolla, golla vetë vetës. Se filloj me gjuna, shka duhet me bon, si kur ki njeri. Gjithmonë kur ta bëjsh një gjuna, këtheu të Allah. Mini herë. A i ki pa një sen të keqë, thujo Allah, më falma. Po osha, nuk ove shumë banale, shumë e vogël, ban gjuna mini herë. Allahu që ashtu do. A bon e gabim, ti e biri Ademit, këtheu mini herë të Zotit. Kjo është cilësia ati që Allah ja fali gjuna. E dita, gjithmonë maje menën mirë për Allah. Meno mirë për Allahun Gjelle Gjelalu. Meno mirë për Zotin Dhul Gjelal, se Allahu ka me ta falë. Allahu nuk don me denu. Allahu nuk don me ndëshku me zjarë. Allahu don që ti të qoje gjenet. Po që të ka falë gjenetin? Allahu don që ti të shpëtoje, të të mbroje. Allahu nuk don që ti t'jesh vektim e lojave të shejtanit. Dhe e treta, kur mos i up shpresat për Allahut. Ja alladhina amanu, Allahu thotoju që keni besuar, la taqnatu min rahmatillah. Mos i upni shpresat nga mëshira e Zotit. Inna Allaha yaghfiru dhunube, gjemia. Çka do me thonë gjemia? Krejt, saki, pa hesab, këti falë Allah. Vetëm se shka duhet, kthehesh ka Zoti, të vendosish, mos shkojsh udhës shejtanit, edhe të bindesh me atë që Allahu Gjelle Gjelalu e ka thonë. Ne lusim Allahun Gjelle Shanu huve Gjelle Gjelalu. Rinien tonë në Islam të udhësat. Plegjve tonë të jep ymër, gjatë, shëndet, plot, ja Rabbi. Ne lusim Allahun Gjelle Shanu vlezërit tonë në gurbet, që kanë shkue për ta fitu kafshatën e Bokës. Allahu t'i furnizon nga çdo e keq që t'i mbron. Sa ka të sëmurna për spitale, Zotit i shëron. Sa ka të idhnu mesin tonë, plot ka. Allahu t'i pajton. Ne lusim Allahun Gjelle Shanu, bija tona, motra tona, nona tona, gjinien femërore të muslimanve, Allahu t'i mbroje nga ujqit, vuçakat me vesh tërmash ka i kanë që bëjmë plane për shkatrimin e namuzit të muslimanve, ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahun Gjelle Shanu wa Gjelle Gjelalu, krejt ata të cilët kanë hi në telashet e borgjit, në telashet e kreditit, që rizik shumë i madh, në telashet e problemeve të kësaj jete, Allahu nga ata t'i shpëton. Jannatul Firdausi nasib na ban. Akunu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina istaghfiru wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.